Unë lexoj edhe shumë, nuk është që e lo vetën me ato të kalume çka gë, po të në kohën domethënë rifreskoj trunin me Çfarë libra lexon Gold? Lexoj libra fetar, lexoj përgjithësi shumë, po lexoj edhe sa në enciklopedi të ndryshme, çka do kohë që është, lexoj kam edhe fjalor gjuhës shqipe që për shembull të në kohën mundona me i shti vetës në kry fjalë treja shqipe. Jo veç ato që i di, po me përdore diçka tjetër është që s'e kum përdor shpesh, po mundona në tekstet mia më konë sa më direkt. Mos me mendu për shembull a thu çka desh ti më thon këtu, çka desh aty. Se mënoj një këngë e mirë me analizu tash këtë këngë që janë. Suksesi ty në është që ajo ndoshta është shumë e thjeshtë. Po. Nuk është shumë e komplikuar, edhe është çasti teksti, çasti fjalë, çasti mesazhe goca që ato i folin në jetë përditshme. Edhe mendoj që ajo suksesi ndoshta më i madh i një këngës. Cili është mësimi më i bukur që e ke marrë nga librat fetar? Diçka që të ka shërbyer në jetë? Në shumë sene, nuk është vish një, ndoshta po. Diçka që e mban me vete gjithmonë. Kështu unë falenderoj Zotin për udhëzimin që më ka dhënë. Se ndoshta mos i shakon i udhëzum, edhe pse ndoshta kam gabime sa dush, po e kam një besim në vete që e besoj Zotin, e du Zotin shumë. Edhe mendoj që me këtë fe që më ka gëzu Zoti, që më ka dhënë këtë dhuratë, ja di vlerën këtë mirave që më ka dhënë. Prej familjes, famës, dashamirëve, sukseseve, sanave. Kështu që falenderoj Zotin shumë. Gold, e di që dikur ki kriju edhe fjalë kryqe. Atë mungon koha e gazetave dhe fjalë kryqeve? Ish më larg se dje, e përmenda me një shok granitin që e kam, thash me dal një gazetë në Kosovë, hiç s'ka gale sa kish mund kohën pagesa për shembull, sa e pakt. Atë kisha pas qef me punu një fjalë kryq në ditë më jabo, në gazetë ditore flas. S'paku më janë erë në gazetë, se kom dash shumë edhe erën nga kom dash kur i punojsha atëherë, domethënë. A mendon që duhet ta kemi një gazetë? Unë mendoj po, për gazetë tash nuk e di, po në arsye që tash portalet po janë në shumica bikena telefonat. Është kënaqësi tjetër, gazeta e ka një. Po, mi kallu gjeneratave të reja nuk është që e di. Na që jena arrit me gazeta gjenerata shumë atë më vjetër që janë se na. Gazeta e ka lezetin e ata, për me lezu, me plesu fjalë kryqin e tash i ka do farë sa në ndryshe, edhe u konë që do koft lajmë u konë shumë i vërtet, shumë i besueshëm, se ata që den një lajmë, edhe mund me ndryshu me bëhet të shka do qoftë, po shpresoj që nëse jo në gazetë ditore, herë do kur ku me pas një lloj gazete temën enigmatike, diçka që s'paku nështë njerë në mujtë se dje kësha pas ko me bo, po s'paku njerë në 2 muj me qitë po. Një ide shumë e mirë për biznes, mund të themi. Po, e kësha bu ma shumë për qef të jamin, po edhe të ardhën pse jo më s'me ba. Gold, e përmendë më herë që t'ka mungu prezenca e babit. Qysh ka qenë në sytë të me pa mamin tënë të e lujt edhe rolin e babit, edhe rolin e mamit. Për shkak që, sidomos prezenca e babit në jetë, i detyron fëmijët, sidomos meshkujt, të rritën para kohës. A ka qenë e njëjta për ty? Në fakt edhe mu edhe më ka pjekë edhe më ka rritë para kohës, para arsye që hekat e sajna